shtëruse, nuk kemi lënë gjë. Ti besojnë që në 2027 deri në 2030, pra 2027 mbarojnë procedurat formale dhe në 2030 Shqipëria do të anëtarësohet në BE? Unë shpresoj që po. Nuk e lidh dot me besimin tim, varet nga shumë element. Unë nuk besoj se ndërhyrja, për shembull ka një teori që ndërhyrjet që do të bëjnë mazhoranca apo bashkë me opozitën në kode, në ligje, në rregulla, në institucione, mund t'ja rrezikojnë Shqipërisë anëtarësimin. Nuk besoj se Rama do ta sakrifikonte anëtarësimin për të shpëtuar një individ vetëm apo dy individ nga drejtësia, sepse Rama po qëndron politik me një plan akoma dhe më afatgjatë. Për Ramën politika nis pikërisht në vitin 2027 ose 2030. Qëllimi i tij ka qenë të ishte kryeministri ose presidenti i një vendi antar të Bashkimit Evropian. Se zoti Rama bëhet president pasi ti kitë si kryeministri, duke thënë? Unë besoj se patjetër që ambicia e tij është të jetë drejtues i lartë i shtetit shqiptar në Bashkimin Evropian, si antar i Bashkimit Evropian. Ambicia personale flas. Se ti thej që edhe do bëj dhe Hashim Thacin president që të shpëtoj nga akuzat. Unë e kam thënë duke pas parasysh ato që kam dëgjuar dhe që më zhdukur tezë bind se nuk ka asnjë çudi kur bëri Gent Cakën ministër të jashtëm, edhe o bëhet ky Orash Evdiqa, edhe e mbante me dhunë atje dhe nuk e dekretote presidenti, edhe ky nuk e lëshonte pse mos bëj Hashim Thacin që e ka mike, vlla e shokët që janë ato që i thotë. Okej, tani për ta mbyllur fare Ardit, dua një koment për gjithçka që po ndodh në linjën e mesme. Sulmi i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit dhe tani Irani që ka marrë disa shëbaja në koordinim me Izraelin, ka marrë disa sulme tjera dhe aty është bërë si një mini luftë botërore tani. Po, e vërtet, sepse gjithë vendet që rrethojnë Iranin, kryesisht Kuvaiti, Katari, kanë bazat amerikane dhe të perëndimore, dhe Irani nga ana tjetër ka deklaruar, ka taktik të tillë këtë që sulmon vendet fqinje. Pra se ne na duket sikur aty nuk i shkon dot raketa der më larg dhe i qellon gabimisht. Ai i qellon dhe i godet qëllimisht këtu shtetet rreth vetes së pari për të krijuar përçarje politike brenda këtyre vendeve, pra për të ngritur tension politik, sepse çdo vend pastaj ka opozitën dhe qeverinë e saj deri diku dhe i godet për t'i thënë që rishikoni pozicionin tuaj pro-amerikan. Është shqetësuese që Irani ka goditur dhe Kipron, ditën e djeshme ka lëshuar raketa drejt Kipros, sepse tregon pastaj që po sulmohet një vend i Bashkimit Evropian dhe kjo është e rrezikshme për përfshirjen edhe të Europës në luftë. Unë shoh pastaj edhe një zhgënjim nga Irani në kuptimin e potencialit ushtarak. Është hera dytë që sulmohet nga Izraeli dhe SBA. Është një zhgënjim sepse ndoshta ka qenë propaganda perëndimore, vetë propaganda e Iranit që ne kanë paraqitur deri më sot si një shtet militarist me armatim bërthamor të jashtëzakonshëm, me kapacitete të larta, rrezik për rajonin, rrezik për botën, dhe pastaj kur vjen puna për balljet luftarake, shoh që ka mungesë efektiviteti në luftime, shoh që ka mungesë arsenali armatimi dhe nuk shoh asnjë lloj kundërpërgjigje të fuqishme edhe të rrezikshme. Ardit, të falenderoj shumë për gjithë të intervistë në 360 gradë, se nuk ishte kështu disa cepca, disa kënde, po 360 gradë. Paktën unë jam një sinqert tek ato që them dhe i besoj. Jo, absolutisht, edhe unë prandaj të qëndrova ose më saktë ngacmova në disa momente dhe ti pikërisht për këtë e vlerësoj që ti gjithmonë në emisionin tim jep lajme, analiza, komente dhe unë prandaj i rikthehem përsëri Ardit Radës nga ato deklarata, për ato deklarata që ti bën në emisionin Degalog dhe unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve dhe suksese. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, publicitet